Një lajm që ka tronditur opinionin publik në Turqi dhe ka zhgënjyer mira fansat e serialeve turke. Aktori i njohur Doğukan Güngör, një nga emrat më të komentuar të momentit, është përjashtuar zyrtarisht nga kasti i serialit shumë të ndjekur, Kızılcık Şerbeti, pasi rezultoi pozitiv në testet e drogës. Sipas mediave turke, testimi u krye në kuadër të hetimeve të gjera që po zhvillohen ndaj figurave publike dhe aktorëve në Turqi, një operacion që ka sjellë jo pak surpriza dhe polemika. Rezultati i testit të Doğukan Güngör ishte vendimtar dhe producentët e serialit morën një vendim të prerë. Largimin e tij nga projekti, pavarësisht rolit të rëndësishëm që ai kishte në histori, por ajo që preku më shumë fansat ishte momenti lamtumirës. Aktori u ftua për herë të fundit në shtëpinë e xhirimeve ku kishte punuar për 3 vjet e gjysmë dhe aty u përball me një skenë që askush nuk e priste. Kasti e priti me duar trokitje, ndërsa për të ishte e pamundur të fshihte emocionet. Me lot në sy, Doğukan Güngör u përshëndet me kolegët dhe përqafoi aktorin Ahmet Mümtaz Taylan, i cili në serial luante rolin e babait të tij, një moment që u konsiderua nga shumë si një nga më prekësit paskuintave të këtij projekti. Në shenjë respekti dhe ndoshta edhe nostalgjie, për aktorin u përgadit një tortë speciale e zbukuruar me ngjyrat e Fenerbahçes, klubit që ai e mbështet me pasion prej vitesh. Një gest i vogël, por me shumë domethënie, që e bëri edhe më emocionale këtë ndarje. Ngjarja ka hapur debat të madh në rrjetet sociale. A ishte vendimi i drejtë? A e meritonte një shans të dytë? Ndërkohë e ardhmja e Doğukan Güngör në industrinë e serialeve turke mbetet ende e paqartë.